Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, situata merr një kthes të papritur kur Limi vendos të rrëfehet për Klodin. Ai fillon të flasë hapur, duke ndarë ndjenja dhe mendime që nuk i ka thënë askujt tjetër brenda shtëpisë. Rrëfimi i tij është i ngarkuar me emocione të forta, mlleth dhe një ndjenjë të thellë të sinqeritetit. Ai shpreh me qartësi se situatat brenda shtëpisë nuk janë siç duket për publikun, dhe se shumë gjëra që ndodhin nuk janë të dukshme nga kamerat. Ndërkohë, ndodh diçka e pazakontë. Pamjet e këtij rrëfimi nuk dalin në transmetim. Duket se Big Brother Kosova ka vendosur të fshehë disa detaje, dhe publiku nuk mund të shohë gjithçka që po ndodh realisht brenda shtëpisë. Kamera nuk regjistron ose nuk transmeton momentet më të ndjeshme, duke lënë hapësirë për spekulime dhe dyshime. Ky fakt e bën rrëfimin e Limës edhe më misterioz dhe intrigues, sepse shikuesit mund të ndjejnë tensionin, por nuk mund të shohin të gjithë të dhënat. Limi vazhdon rrëfimin e tij, duke treguar për ndjenjat dhe perceptimet që ka për Klodin dhe situatat e tjera brenda shtëpisë. Ai shpreh me sinqeritet çdo shqetësim dhe ndjesi, por fshehja e pamjeve krijon një ndjesi dramatike dhe të paqartë. Banorët e tjerë që ndodhen aty përballë ndjejnë tensionin e momentit, disa janë të shokuar dhe të shtangur nga guximi i Limës, ndërsa të tjerët janë kurioz dhe përpiqen të interpretojnë atë që ndodh. Çdo fjalë e Limës, çdo heshtje e banorëve dhe çdo reagim i kamerës shton tensionin dhe dramatizmin e situatës. Atmosfera brenda shtëpisë bëhet e ngarkuar, sepse publiku nuk mund të marrë informacion të plotë dhe gjithçka që ndodh mbetet pjesërisht misterioze. Ky moment nënvizon fuqinë e rrëfimit, por edhe ndikimin e fshehjes së pamjeve nga Big Brother, duke e bërë situatën të duket më enigmatike dhe e diskutueshme. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të tensionuara dhe dramatike të ditës, ku emocionet, mlefi dhe misteri ndërthuren. Reagimet e Limës, sikur çdo fjalë e tij ka peshë, është një nga skenat më intriguese për banorët dhe publiku që po ndjek. Mungesa e pamjeve e bën momentin edhe më të fortë, sepse ajo lë vend për imagjinat, spekulim dhe diskutim, duke treguar qartë se brenda shtëpisë Big Brother emocionet dhe sekretet shpesh nuk dalin kurrë në dritë për publikun.